Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuarit, do të zhvillojmë një bisedë shumë të dobishme. Mendoj do të flasim për njohjen e periudhave të punësimit në institucionet shtetërore, në ish ndërmarrjet bujqësore, ish kooperativat, për efekt pensioni në sistemin e sigurimeve shoqërore. Urojmë t'i vim në ndihmë, ashtu sikur se vetë ligji është bërë me qëllimin për t'u ardhur në ndihmë gjithë qytetarëve të cilëve ju është refuzuar pensioni për mungesë vitesh sigurimi apo për shkak të zvaritjesh prej vitesh në gjykata në institucionet e drejtësisë. Më lejoni t'ju prezantoj të ftuarën e sotme, është zonja Fatjela Mehmeti, drejtoresha e përfitimeve në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Mirë se vini. Përshëndetje, mirë se gjeta. Zonja Mehmeti, e nisim me qëllimin dhe subjektet përfituese të ligjit 7/2025. Legjislacioni ka parashikuar që për periudhat para vitit 1994, si rezultati shumë problematikave të dokumentacionit që kishim të arshivuara, të mbledhura, të realizohet njohja e periudhave të punës për qytetarët në 3 kategori subjektesh, ndërmarrje shtetërore, ish kooperativa bujqësore dhe në ndërmarrje bujqësore. Këto janë organizuar në këtë formë në koncept të vetë funksionimit të punës në ato periudha. Janë njoftur gjithë vjetërsitë e punës nga mosha 18 vjeç për qytetarët deri në vitin 1991 në kooperativat bujqësore, deri në momentin kur kanë funksionuar kooperativat bujqësore, janë njoftur nga mosha 18 vjeç deri në 92-shin në ndërmarrje bujqësore, moment që janë shpërbërë ndërmarrjet bujqësore, dhe më tej deri një 93 nga mosha 18 vjeç deri një 93 janë njoftur në ndërmarrje shtetërore me konceptin që nga një 93 ka pasur ndryshime të ligjit 6703 dhe çdo element mas kësaj periudhe është kontributiv. Për njohjen e këtyre periudhave, i vetmi element ndaj qytetarëve që konfirmohet dhe verifikohet është koncepti i vendbanimit. Do me thënë, nëse një qytetar ka qenë me vendbanim në fshat dhe ky fshat ka qenë zonë kooperative bujqësore, që vetë ju punonin shumica në kooperativë bujqësore, atëherë njihet si punë në kooperativë bujqësore. Nëse ka qenë zona e banimit, zonë ndërmarrje bujqësore, njihet si ndërmarrje bujqësore, puna e kryer, në qoftë se ka qenë me vendbanim në qytet, njihet si punë në ndërmarrje shtetërore. Po, deri dje është refuzuar, thuhet, për mungesë vitesh sigurimi, por edhe çështjesh gjyqësore. Tashmë s'ka nevojë për verifikime të tilla, le të themi, pra mjafton vetëm vendbanimi, po thoni. Po, për njohjen e këtyre konfirmimi i vendbanimit gjatë asaj periudhe të qytetarëve. Kjo gjë realizohet çdo gjë nëpërmjet ndërveprimit me gjendjen civile nga sigurimet shoqërore, nuk ka një barrë të shtuar ndaj qytetarëve. Ligji 7 ka vetëm një barrë pozitive kundrejt qytetarëve, që është njohja e vjetërsisë së punës pa dokumentacion të shtuar, dhe kur ka problematika me dokumentacion, nuk i lihet pa e njohur kjo vjetërsi punë e qytetarëve, vetëm për raste që qytetarët mund të pretendojnë më shumë se sa i njihet nëpërmjet këtij ligji, normalisht me verifikime, me procedurat që janë, nëse ka punuar në një ndërmarrje shtetërore dhe mund mos ketë qenë në ndërmarrje bujqësore, i njihet gjithmonë efekti më pozitiv që ka në bazë të vjetërsive. Nuk penalizohet qytetari në asnjë lloj forme. Besoj se nuk sjell penalizim edhe nëse kanë ndryshuar vendbanimin në vitet e fundit. Pas periudhës 94 nuk ka efekt ndryshimi i vendbanimit për zbatimin e këtij ligji, sepse është konceptuar në konceptin se si ka funksionuar puna veprimtaria e punës në atë kohë, dhe në parim veprimtaria e punës kryesisht nga qytetarët lidhej dhe drejt për drejt me vendbanimin. Zonja Mehmeti, unë për të qenë korrekte me ju, po natyrisht edhe me qytetarët që na ndjekin, do t'i referohem gjatë gjithë kohës ligjit 7 dhe lexoj neni 3 periudha e punësimit në institucionet shtetërore dhe ish ndërmarrjet
shtetërore, pastaj periudhat e punësimit për ish kooperativat bujqësore, periudhat e punësimit për ish ndërmarrjet bujqësore, çfarë diferencimesh kanë? Këto janë konceptet të kategorizimit punës, kanë diferencime në konceptin e pagës referuese që merret për llogaritje për efekt pensioni, sepse puna në kooperativë bujqësore ka pas një pagë referuese të caktuar 16-17 që aktualizohet me sot. Puna në ndërmarrje bujqësore kanë pas një pagë standarde për që punohet dhe merret si pagë referuese ajo pagë që ka qenë për ndërmarrjet bujqësore dhe në ligj është përcaktuar saktë dhe një pagë referuese për ndërmarrjet shtetërore. Dhe koncepti i pagës referuese për periudhat e njoftur sipas këtij ligji përdoret për efekt të masës së pensionit dhe për llogaritjes pensionit. Si bëjnë aplikimet qytetarët? Aplikimet, gjitha shërbimet e sigurimeve shoqërore janë të mundshme dhe të aksesuar nëpërmjet realizimit të aplikimeve online. Aplikimet online nëpërmjet portalit e-Albania. Gjithashtu dhe në këto aplikime, në çdo formular aplikimi për pension, ju është shtuar dhe mundësia dhe për të kërkuar që të njëjtën dhe periudhat nëpërmjet ligjit 7. Janë të mirë sqaruara dhe nëpërmjet portalit dhe ka vështirësi për vetë kategorinë e qytetarëve që ne trajtojmë shpeshherë për mosnjohjen e procedurave, mosnjohjen e procedurave, megjithatë jemi munduar dhe jemi gjithmonë në kontakt me qytetarët, duke krijuar qoftë edhe call center, duke krijuar edhe nëpërmjet mediave apo portaleve të tjera për të dhënë sa më shumë informacion, sa më të plot ndaj qytetarëve. Pra, ekziston shërbimi, po thoni, edhe i të telefonuarit për të pyetur, për të marrë informacion përpos i Albanias, ku natyrisht mund i Albanias, që për të marrë dhe një informacion në base në kontakt më të drejt për drejt nëpërmjet rrjeteve sociale apo nuk është e tepër besoj të pyes për dokumentacionin që dorëzohet, si veprohet, gjithmonë flasim për atë kategori të caktuar qytetarësh që nuk kanë informacion. Në kuadër të ligjit 7, thash, nuk ka një dokumentacion të shtuar që do dorëzojnë qytetarët. Dokumentacioni që kërkohet për verifikimin është një procedurë dhe veprimtari që realizohet nga ndërveprimi institucional i Institutit Sigurimeve Shoqërore me gjendje civile drejt për drejt, dhe nuk është se i kërkohet qytetarit një dokument i shtuar për të dorëzuar. Nuk ka një barë të shtuar dokumentare për dorëzuar qytetarit. Ka patur aplikime, zënjë Mashkreti? Për të gjitha rastet, ligji 7 ka efekt që nga marsi i 2025-ës dhe për të gjitha rastet, për çdo rast që aplikohet për pension, normalisht ka efekt veprimi dhe ligji 7. Si rezultati ligjit 7, hyrjes në fuqi të këtij ligji, përfituan dhe mjaft persona që mbase nuk mund të arrinin të plotësonin një minimum prej 15 vitesh më përpara, pavarësisht se mund të kishin mbush moshën për pension dhe ishin në momentet pa përfituar një pension derisa të arrinin në një moshë të një pensioni social. Ndërkohë, duke hyrë në fuqi ky ligj, u krijua mundësia që dhe ato persona të aplikojnë dhe të përfitojnë nga ky ligj, duke ju caktuar një pension, duke plotësuar minimal 15 vite punë që duhen. Kjo konstatohet dhe në koncept statistikave tona, ku kemi për vitin 2025 pensione të reja të caktuara rreth 15.000 më tepër se sa viti i kaluar, duke qenë se janë suportuar nëpërmjet këtij ligjit, kanë arritur njerëzit të plotësojnë kushtin për 15 vite punë minimum për të marrë një pension. Gjitha rastet pastaj që kanë qenë në procedurë ligjore, në procedurë dhe në gjykat, për të njohur vjetërsitë e punës para periudhës 1994, janë njoftur nëpërmjet ligjit 7, dhe janë tërhequr gjitha ato vendime gjykata që mund të jenë kundrejt këtyre periudhave ndaj qytetarëve dhe janë zbatuar ju është përcaktuar pensioni. Të drejtat e fituara, e drejta për përfitim më të favorshëm, akte nënligjore, çfarë mund të sqarojmë për më tepër? Akte nënligjore në kuadër të ligjit është urdhër i ministrit që është përcaktuar një rregullore për zbatimin e këtij ligji, aty janë përcaktuar procedura të sakta,
Në kryesisht për gjitha rastet që kanë qenë në procedurë ankimimi administrativ, është pezulluar procedura ankimimit administrativ për këto periudha dhe juan rikthyer rajoneve për të vepruar dhe për të caktuar pensionet qytetarëve për ato periudha. Të gjitha rastet që kanë qenë në gjykatë në shkallë apeli, ankimimet janë tërhequr nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në kuadër të zbatimit të ligjit 7, kur gjitha këto vendime gjykata kanë qenë objekt periudhash para 1994-s. Dhe ju janë caktuar, ju janë dhënë të drejtat qytetarëve, ju janë dhënë dhe diferencat përkatëse në zbatim vendimit gjykatës. Administrimi, shqyrtimi, vlerësimi, vendimmarrja lidhur me kërkesat e paraqitura realizohet në bazë të rregullave, procedurave që keni cituar ju pak më parë. Sa është koha? Kozgjatja që qytetari e merr shërbimin? Kozgjatja maksimale për përcaktimin e një pensioni është maksimumi deri në 45 ditë. Do me thënë, sepse ligji 7 zbatohet për efekt caktimi pensionit, që ka të gjithë procedurën e aplikimit, plotësimit gjithë dokumentacionet, duke qenë se barra është ndërmarrë nga strukturat e sigurimeve shoqërore, për llogaritja gjithë procedurat administrative deri në gjenerimin e pagesës së pensionit, që realizohet dhe ky gjenerim realizohet nëpërmjet sistemeve online. Dhe për çdo veprimtari që kryet, normalisht ju çohet në vazhdimsi për çdo hallkë dhe njoftimi në e-Albania në llogaritë vetë qytetarit. Në këtë pjesë procedura nuk ka ndryshim procedurash në konceptin e caktimit të pensionit. Ligji 7 jep efekt në një vjetërsi të shtuar, që kjo vjetërsi e shtuar përveç se eliminon shumë raste që duhet shkonin ta njihnin me gjykat për periudhat para 94-s, krijon mundësi e një vjetërsie të shtuar dhe të plotësimit kushtit për persona që nuk arrin ta plotësonin, për shembull një person që mund të ishte 67 vjeç dhe nuk plotësonte deri dje përfitimin e 15 viteve sigurim që të merrte një pension të minimal. Dhe në këtë koncept, ligji 7 krijoi mundësinë e zhvillimit të një vjetërsie prej 15 vjetësh për qytetarët për të përfituar pension. Por procedura e caktimit pensionit është e njëjtë, koncepti i llogaritjes është i njëjtë. Efekti i një vjetërsie të shtuar krijon mundësinë normalisht, sepse krijon mundësinë e marrjes së një pensioni dhe marrjes së një pensioni më cilësor dhe më të lartë, sepse formula e pensionit është e lidhur me vitet e punës. Dhe sa më shumë vite pune, aq më e lartë është dhe masa pensionit. Patjetër. Domethënë ka këtë lloj efekti. Edhe institucioneve shtetërore ku kanë punuar. Nëse flasim për ish ndërmarrje shtetërore, ish kooperativat bujqësore, ç'mund të themi më tepër, zonja Mehmeti? Për ish kooperativat bujqësore, specifikat e secilës. Për ish kooperativat bujqësore, ju thash vjetërsia njihej deri në 1 korrik të 91-shit, e njëjta vjetërsi që do njihej dhe me dokumentacion zyrtar të verifikuar apo jo sipas problemeve që kishte, sepse deri në atë moment kanë funksionuar kooperativat bujqësore dhe më tej është bërë shpërndarja e tyre me vendimet asaj kohës. Paga referuese që merret për efekt të llogaritjes është e njëjta pagë referuese që do merrej edhe nëse nuk do ishte aktiv, domethënë njoja vjetërsisë nëpërmjet ligjit 7, por nëpërmjet dokumentave të verifikueshme verifikueshme më përpara. Kështu që nuk efekt negativ as në element pagë referuese dhe për llogaritje nuk ka një efekt vetëm pozitiv në konceptin që njihen vite të plota nga mosha 18 vjeç deri në 1 korrik 91-shit. E njëjti faktor është edhe për pjesën e ndërmarrjeve bujqësore. Paga referuese në ndërmarrjet bujqësore është një pagë referuese që do llogaritej edhe nëse do verifikohej vjetërsia në ndërmarrje bujqësore para se të hynte në fuqi ligji 7, domethënë nuk kemi një ndryshim pagë referuese që më të disfavorshme si rezultati i këtij ligji për vjetërsitë që njihen, që të kemi një efekt negativ. Dhe për gjithë periudhën e punës në shtet është përcaktuar që në ligj një pagë referuese, që është një pagë referuese mbi mesatare në parim e kohës, se është studiuar dhe ajo pagë referuese që është realizuar, për të pasur një efekt sa më pozitiv në vjetërsinë që njihet nëpërmjet këtij ligji. Dokumentacioni?
Është ai standard? Është dokumentacioni standard për aplikim pensioni si rezultati ligjishtat apo jo rezultati ligjishtat. Dokumentacioni i vetmi dokument sot realisht barra shumë e ullët ke qytetarit për plotësimin e dokumentin krahasim me vite më përpara që mund të themi. Për lehtësira flasim? Lehtësirat janë në koncepti që dokumentacion që më përpara qytetarit, çdo dokumentacion si me certifikatën, si çdo element, nuk është se nuk na i siguron qytetari bën deklarimet e veta të duhura dhe ne ndërveprojmë vetë nëpërmjet SQDN-s me institucione për t'i siguruar për qytetarin këto dokumenta. I vetmi dokumentacion që qytetarit duhet të dorëzojë, nëse disponon, është libreza e punës dhe gjithashtu një dokumentacion që është përtej dokumentacion personal që mund ketë efekt në një vendim gjykate të vjetër apo elemente të tilla. Nuk janë dokumentacioni bazë sot nuk është më barë e qytetarit, është barë e strukturave të sigurimit shoqërore për të mbledhur dhe verifikuar ndërveprime institucionet e tjera. Zonja Mehmeti, gjithçka kryhet online, pra qytetari nuk ka më domosdoshmëri për të qenë fizikisht në Jo, nuk ka domosdoshmëri. Është mundësia e aplikimit online, është të thash, ne kemi të gjitha shërbimet të implementuara online dhe çdo qytetar ka mundësinë dhe të drejtën të realizojë aplikimin online dhe nëse ka dokumentacion që do ta mund dërgohet nëpërmjet shërbimit postar pa pasur domosdoshmërinë e prezencës mbas vit të dorëzoj dokumentat atje. Ndërsa për elementin e informacione të mëtejshme, thash, duke qenë se kemi të bëjmë me një shtres qytetarësh që kanë nevojë për informacione, normalisht jemi munduar të krijojmë struktura komunikimi nëpërmjet një call center i kryesisht ke Tirana, nëpërmjet edhe telefona që janë në dispozicion për pyetje nga më të ndryshme. Dhe këto qytetarët i gjejnë në Albania, edhe numrin e telefonit për cilin flisin. Janë të publikuara të gjitha. Ka telefonata, ka call center, po pafund, sepse aty pastaj mund të bëjnë pyetje për çfarëdo lloj gjëje. Edhe për një ankesë ma shikoni pension. Nuk është se është e kufizuar që qytetari të pyes vetëm për ligjin për cilin flasim. Call center është vënë në dispozicion si rezultati funksionalitetit shërbimeve dhe me qenë sa më pranë qytetarit. Për 2026-ën çfarë pritshmërish kemi? Pritshmëri pozitive themi, ndërkohë është janë në studim shumë elemente të ligjit. Normalisht për të krijuar favorizim pozitiv në të ardhurat ndaj pensionistëve, por një përgatitje që unë do doja që njerëzit të kishin, është rëndësinë, të japin rëndësi jetës së vet kontributive, dhe kjo nuk bëhet fjalë për pensionistët sot, bëhet fjalë për gjithë personat që punojnë dhe që do të pensionojnë nesër. Pensioni varet nga jeta jote kontributive. Nëse ti plotson detyrimet e tuaja në realizimin e një pune me kontribute të caktuara dhe gjitha, normalisht që dhe e drejta do t'jepet kur t'jesh në pension. Kjo është një gjë që në një moshë të re të gjithë qytetarët e shohin shumë të largët pensionin, sidomos kur fillon punon dhe sidomos kur punon në ca institucione si pjesa e sigurimeve, bëhet shumë i vetëdijshëm për një realitet që sa e rëndësishme është ndjekja e jetës së punës tënde dhe realizimi i sigurimeve dhe kontributeve të duhura. Më vjen mirë që e kemi përmbushur kështu bisedën së bashku, Mehmeti, jo vetëm për të folur për ligjin 7/2025, por edhe për t'i ndërgjegjësuar qytetarët aq sa ata kanë në dorë. Normalisht. Për rëndësinë që kanë kontributet. Duhet investosh sot për të përfituar nesër, është e njëjta gjë dhe në konceptin e pensioneve. Zonja Mehmeti, ju falenderoj për bisedën së bashku. Faleminderit juve.
Urojmë t'ju kemi ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve që ende nuk janë të informuar sa duhet, sa i takon ligjit 7/2025, qytetarëve të cilëve deri dje ju është refuzuar pensioni për mungesë vitesh sigurimesh, po natyrisht aty ka edhe qytetarë të cilëve ju janë zvaritur prej vitesh nga çështje të ndryshme gjyqësore. Ne ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.